Ndërsa Kërsidhi Lartë Gjyqësor dhe Prokuroria e Përgjithshme presin më kot prej më shumë se 2 vitesh fonde për të sistemuar infrastrukturën e vetme të Gjykatës së Apelit, Edi Rama ka zgjedhur të shpërblejë të tjera institucione. Me firmën e tij ILDKPKI, institucioni që duhet të hetojë pasuritë e zyrtarëve të lartë, të ngrihet në qiell me një kull të re shumë kaçe, e vendosur në qendër të Tiranës. Mendimi për ndërtimin u miratua më 19 shkurt 2025 nga Këshilli Kombëtar i Territorit që drejtohet po nga Rama. Në dokument thuhet rikonstruksion, por në të vërtetë parashikohet ndërtimi nga e para një godine të re 7 kaçe me një kat nën tokë pranë Gjykatës së Lartë dhe Postës Shqiptare. E gjitha kjo për një institucion që prej vitesh ka heshtur përballë pasurive marramendse të politikanëve dhe që se ka shqetësuar asnjëherë kryeministrin me ndonjë verifikim serioz. Në këmbim, qeveria jep plot 1.8 milion euro për të rritur komoditetin e rreth 80 punonjësve të ILDKPKI-s. Tenderi u shpa më 2 qershor 2025, por anullua pas 2 javësh për shkak të mangësive. U rihap pa ndryshuar asgjë më 20 qershor. Dokumentet shoqëruese zbulojnë se struktura aktuale do të prishet për të lënë vend një ndërtese të re që lidhet me lartësi dhe përmasa të ndërtesës ekzistuese 6 kaçe. Ashensor modern, detaje teknike dhe një humorizit që qarkullon. Kur hyn në ashensorët e ILDKPKI-s, shuhet konflikti dhe mbeten vetëm interesi. Dhe kështu, institucionet që mbyllin syt ndaj korrupsionit marrin shpërblimin e tyre me fonde publike.